Në fund të procesit të saj në rastin e krerëve të UÇK-s, prokurorisë së Hagës i kanë dalë disa probleme me dëshmitarët. Së fundmi vetë prokuroria speciale e ka pranuar se i ka humbur kontaktet me një nga dëshmitarët tepër të rëndësishëm në rastin e krerëve të UÇK-s, që po gjykohen në Hagë. Në parashtrimin që prokuroria paraqet, ka bërë të ditur se nuk po mund të siguroj kontakt me dëshmitarin. Ata as nuk kanë mundur ta lokalizojnë me vendbanimin ku ka qenë, as me thirrje telefonike dhe as me një formë tjetër. Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat përkatëse, zyra e prokurorit special ka shtruar përpjekjet e arsyeshme për të ndjekur dhe siguruar paraqitjen e dëshmitarit W04260. Dokumentacioni i bashkëngjitur në aneksin 38 përshkruan kontaktet e prokurorisë me dëshmitarin. ZPS ka dështuar të ndjek dëshmitarin me kujdesin e duhur, siç është përshkruar në shënimin zyrtar të bashkëngjitur. Prokuroria ka bërë kërkesa të shumta për të ekzaminuar të dhënat dhe bazat e të dhënave të disponueshme, ka vëzhguar dhe vendet e tjera ku dëshmitari ishte i njohur për të frekuentuar dhe ka tentuar të kontaktojë dëshmitarin në të gjitha numrat e telefonit që ai ka përdorur më parë. Çdo mas tjetër për të ndjekur dhe lokalizuar dëshmitarin për qëllim të sigurimit të dëshmisë së tij, thuhet në parashtres. Prokuroria për këtë ka fajsuar dikë, por që nuk dihet pasi informacioni është konfidencial. Nuk dihet nëse fjala është për ndonjë institucion apo individ. Kohëve të fundit, prokuroria speciale e Hagës është ankuar se e ka pasur të pamundur që të sigurojë dëshmitë e disa dëshmitarëve, të cilët janë nëpër vendet e Europës. Për më tepër, dëshmia e propozuar e dëshmitarit W04260 është gjithashtu e pranueshme sipas rregullës 155 fraksion 2, pasi plotësohen të gjitha kriteret përkatëse. Dëshmitari W04260 ka dështuar të paraqitet si dëshmitar. Ky dështim është ndikuar në mënyrë të dukshme nga ndërhyrje të papërshtatshme, siç dëshmohet. Janë bërë përpjekje të arsyeshme për të siguruar paraqitjen e W04260 si dëshmitar, thuhet më tutje në parashtresën e prokurorisë speciale. Si rezultat, prokuroria në Hagë ka kërkuar që të pranohen provat dhe dëshmitë e dhëna më parë nga ky dëshmitar. Gjashëm ka bërë kërkesa edhe për disa dëshmitar të tjerë, të cilët do të pranohen si dëshmi me shkrim ose të incizuara. Aktualisht provat e prokurorisë janë drejt fundit. Deri më tash kanë dëshmuar 125 dëshmitar në gjykat. Në rastin kundër 4 ish krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit, të cilët mbahen prej vitit 2020 në Hagë.